Profesor, përshëndetje. Respekte. Si je? Si të kam? Ç'a bën? E mirë. Si ndjehesh sot? Mirë. Gjysmak, qyryk, autik, si ndjehesh? I plot bë? I plot. S'mungoj jo. Nuk mungon asgjë. Pjesët janë në rregull. Po me kryeministrin. Po. Si keni punët kur e dëgjoni kur thotë për shembull që shqiptarët janë gjysmak, janë autik? Ndjemi mirë, me thonë drejtën, sepse këto janë shprehje të vjetra, domethënë i ka kalu koha, domethënë sot janë kohë moderne dhe është pak e vjetër në si thënie me fjalë. Ndjemi pak kështu, domethënë pak të ngushtë me fjalë, nuk ndjemi rehat. Ngushtë. Po pse i përdor këto fjalët këtu? Çka ka ky? Është 10 vjet si i tillë, domethënë ka Po ideja është që këto kanë qenë shprehje të kaluara dhe i kanë ngelur. Kaluar se ne kemi me marrë në shkurtër dhe ka pasi përdor më parë. Po, më parë në kohën e komunizmit, edhe kanë ngelur si shprehje tash në kokën e personit. Edhe e çfryzon rastin edhe e përdor, them unë. Po si mundet, domethënë, okay, ai në rregull, sa ai e dim se kush është domethënë. Po një pjesë e mirë e shqiptarëve nuk e dinë edhe si ka mundsi ky thotë jeni gjysmak, jeni çyryk, ne duhet trokasim. Po kjo është ideja që ai do me e përsëritet edhe shpreh në këtë kohë, po kjo nuk funksionon këtë kohë, domethënë është shumë e vjetër me fjalë, kupton? Sepse njerëzit kanë ecur përpara dhe shqiptarët janë racë zgjuar, nuk janë zgjuar, ëh? Janë të zgjuar sepse kanë qanë në botë dhe e kanë treguar veten. Kjo duket që kanë treguar veten që kanë zgjedhur Ramën për 3 herë, pritet ta zgjedhin për herë 4. Po, kjo zgjedhje është tjetër, domethënë, pa do është mendsi në kokë, kuptoj, e individëve me fjalë që kanë mendësia e komunizmit, siç e thëti ai përdor prapë dhe mendësia vazhdon të thonë po të njëjtin komunist për instinkt me fjalë, më tepër, për instinkt. Po si është situatën politike? Fushata ka filluar prej ditësh. Vallai e shoh timet që bëjnë. Është intensive, është intensive dhe priten zhvillime të reja, domethënë. Çfarë zhvillime shëti? Unë shoh zhvillime që do vend dorë dhe të hujet për my situatën, do ketë zhvillim nga jashtë për me. Ku do na vend dorën? Po ke vendi jonë me fjalë, ke defektet që kemi ne, kemi brendshëm. Prandaj edhe ky po e thot her pas here që këto e përmend sepse i di që të vendoren edhe të tjerët. Jo, ai e di që do të thonë situata është 50-50 dhe kështu që do të thonë do t'i japi një shtyrje përpara, mendoj unë, një shtyrje, por që situata është situatë, njerëzit po i vujnë kurriz problemat doon, populli po i vujnë ashtu. Po anën tjetër se ky është kthy si mark, kupton, edhe mark shumë e keqe për shqiptarët, Edi Rama. Po pjesa tjetër, këto që kandidojnë në opozitë dhe këto. Jo më opozitë, domethënë njerëzit janë pjesa tjetër është në opozitë, domethënë kanë mendim ndryshe, domethënë. Edhe i rrin atij mendimi. A mendon se do ta marrë për herë të katërt Edi Rama? Vallai, unë them menimi im është se varet nga ndërkombëtarët, me fjalë. Ato e kanë dorë? Ato, sidomos sidomos amerikanët do jenë, do thonë për fatet e shqiptarëve do vendosin për fatet tona. Amerikanët do jenë vula. Pra, kjo le ta shohim në përgjithësi, do jetë në përmirësim për ne kjo gjëja. Po, ato të huajt e kanë sensin për ne. Kështu që mendoj të huajt për ne ose këto shqiptarë. Ndihmojnë sepse kanë më përvojë, kanë më eksperiencë, e kanë kaluar duan ta bëjnë të vend. Duan ta rregullojnë të vend. Ja kalon amanet dikush atyre se jo, shohin mendsinë e shqiptarit, do thonë disa njerëz që po ecin nëpër botë dhe. Çfarë intereson tuajve që të net na çojnë drejt zhvillimit? Po tuajt e kanë si ndjenjë të mbrëmshme me fjalë partiteti, domethënë që duan ta ndihmojnë një vend vogël me fjalë, kupton? Janë gjithmonë human, do thonë në sensin asaj. Edhe mendoj që dhe shqiptarët e meritojnë këtë lloj ndihme. Ty plum gojë, inshallah qof kështu edhe inshallah po na e prek kështu po vend dorën. Do takohemi. Do jemi edhe këtu pas zgjedhjeve. Po, do takohemi pas zgjedhjeve, Respekte. Faleminderit. Përshëndes.